Janë disa emra që ishin sot pranishëm, Dritan Burgia, që është kryetari i grupit këshilltarëve të Partisë Demokratike në Bashkinë e Durrësit, ish deputeti Pëllumb Berisha, Luan Hoti po ashtu një prej kryetarëve të zgjedhur me votë dhe i fundit i zgjedhur i tillë në drejtimin e Partisë Demokratike të Degës së Durrësit dhe antarësi që sigurisht që vjen re që ishin të gjithë antarë dhe qytetarë të Durrësit dhe sigurisht antarë të Partisë Demokratike. Kanë qenë këto disa element do thoja, por gjithashtu jashtë asaj se çfarë u fol të paktën në podium apo edhe publikisht, sigurisht që antarët apo pjesëmarrës kanë theksuar se kanë marrë një mesazh nga drejtuesit aktual të Partisë Demokratike, nga Art Muka dhe Osman Stafa, të cilët kanë informuar antarësinë që thirrja e sotme për takim nuk është organizuar nga Partia Demokratike. Dhe përrjedhojt mos bëshin pjesë e saj dhe ka qenë një mesazh i shpërndar i bërë edhe publik edhe në media. Gjithsesi, do doja që në rast se mund më lejohet ftoja një prej antarëve të Partisë Demokratike, një eksponent dhe një zë i fuqishëm brenda forumit Partisë Demokratike, Artion Barami, i cili ka mbajtur edhe pozicione drejtuese në forumin forumin rinor të Partisë Demokratike. Okej, thjesht për ta pyetur zotin Barami. Mirëmbrëma, faleminderit që ne bashkuar në Off the Record. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. I nderuar, çfarë mesazhi doni të përcjellit me foltoren e sotme në qytetin e Durrësit? Ishte një mbrëmje dhe një ditë shumë e rëndësishme, pati një pjesëmarrje masive, ishim diçka që po shpresonim, ne thjesht duam që të hapet një komunikim brenda Partisë Demokratike. Ne nuk duam t'i vëmë gishtin askujt, ne duam të shikojmë çfarë është bërë mirë dhe çfarë është bërë keq ose jo mirë. Dhe tek pjesa që është bërë jo mirë, të marrim masat e duhura për të sjellë një parti demokratike kompetitive, diçka që sjell shpresë për demokratët dhe për gjithë shqiptarët. Ke patur presion që mos merrje pjesë në këtë takim sot? Unë personalisht jo, kështu që nuk kam ndjerë trysni, përveç pjesës që mund kemi marrë kritika nga njerëz që nuk na kanë kuptuar këmbvështrimin ton dhe qëllimin pse po e bëjmë gjën. Desha të theksoj që është qëllim shumë konstruktiv dhe është vetëm në të mirë të forcës tonë politike. Unë gjykoj që është një moment vendimtar, është moment shumë i vështirë për Partinë Demokratike dhe mendoj që gjithë duhet bëhemi bashkë për të parë se ku kemi gabuar, filloj që nga vetja, se edhe vetë mendoj që kam neglizhuar momentet caktuara, deri tek gjithë personat e tjerë në këmbvështrimin pozitiv gjithmonë gjës. Pa kriju përplasje, sepse ne si demokrat nuk duam më përplasje të tjera, të paktën siç bëm me foltoren përpara dhe na kushtoi rreth 2 vite angazhim politik dhe një çbalancim të partisë edhe goxha komplikacion për të gjithë ne. Po demokratët fjalës tuaj keni falendëruar liderin e Partisë Demokratike Sali Berisha. Përse zgjodhët ta bëni pikërisht të nga ajo nga i takimi? Ishte dua të transmetoj një mesazh që ne nuk kemi dalë aty për të thellë balë mbi historinë e Partisë Demokratike. Ai është lider historik i Partisë Demokratike, ka kontribute të jashtëzakonshme, ndoshta më shumë se sa gjithë ne individualisht. Ne po kërkojmë dhe doja t'i thoja me këtë pjesë që ne nuk kemi dalë për ta ofenduar, as për t'i vënë gishtin, as për ta cënuar, po kemi dalë që të komunikojmë, që ndërtojmë një rrugë bashkëbisedimi mes antarësisë dhe leadershipit, duke qenë se është faktike pjesa që ka një lloj shkëputje mes antarësisë dhe leadershipit për shumë vendime që janë marrë në të shkuarën dhe për gjetë një rrugë për të përbashkët për ta zgjidhur këtë pjesë. Barjama, keni po demokratët e zakonshëm kanë patur trysni që të mos merrnin pjesë në takim, se ka qenë një, le të themi, opinion i shpërndar në qytetin e Durrësit që ka presion. Në dijenin tënde ka patur trysni të tillë? Ka patur janë bërë publike, në fakt, kemi parë dhe në për media, mesazhe që janë dërguar antarësisë. Unë mendoj që është thjesht një hap i nxituar politik nga drejtuesit që i kanë dërguar, por edhe nga njerëzit që i kanë kërkuar që t'ia dërgojnë. Unë mendoj që
që rruga më e mirë është që demokratët kenë mundësi që të mblidhen ku duan, të shprehin lirshëm mendimin e tyre dhe në bashkëpunim me institucionet të japin zgjidhje konkrete. Për shqiptarët, demokratët, pasi gjendja është emergjente, ne e dimë se si është situata me krimin, me drogën, me mungesën e drejtësisë, me pabarazinë shoqërore në cilën ndodhemi, me arrogancën e pushtetarëve, me Okej, Baramaj, për të ndalur tek kjo që thatë edhe ju, se i takon zot Berisha, që i dërguat edhe një falenderim, ju i bët një përshëndetje nga foltorja e Durrësit, ndërkohë që ai zgjodhi që t'ju bëj një lloj sfide nga foltorja e tij në Partinë Demokratike, ku tha që ne nuk njohim ato që mbledhje apo organizime që janë jashtë forumeve të partisë. Mendoni se nuk ju kupton apo ka diçka që nuk shkon? Ne deri diku kemi qenë dhe në zonës të zotit Berisha në kontekstin politik, kështu që ne sfidat nuk është se na trëmbin. Madje ai na ka mësuar që në momentin që na sfidojnë në mënyrë të hapur, ne jemi akoma më këmbgulës, se po të kishim mentalitet tjetër, nuk do dinim kundër Ramës sot, edhe kundër Ballukut, edhe kundër bashkiakëve këtu në qytete të ndryshme, kundër krimit dhe kundër korrupsionit që hasim çdo ditë. Kështu që ai normalisht do marrë vendimet e tia dhe qëndrimet e tia politike. Unë mendoj që rruga më e mirë është bashkëbisedimi dhe zgjidhja konkrete e problematikave të popullit opozitar. Artion, të falenderoj dhe të uroj suksese në karrierën tënde politike. Shumë faleminderit. Faleminderit, i përshëndet gjithë ftuarit aty. Faleminderit, keni dhe ju përshëndetje të tyre.